Qojmë në mëngjes, ka 5 e gjys, pini kafe, atëherë shkoj me këta bërlog, se përgjëdit mushet shumë këto, se është qelun dhe to the train. Edhe vinë popullin e gjunë bërlogun atë dhe duhet me fshin përgjëdit, se atëherë bëhet katastrofë mos me fshin përgjëdit. Yeah. What a glorious feeling, I'm happy again. Ako ma nua se kam e ken jeta jem qështu. Jo, se jom lind dhe jom rritë në Brooklyn. Kom shku jetu në California. Kom shku e jetu në Buffalo, New York. Kur kom ardhë prapë në Brooklyn, mu ka mush jeta, mu ka mush zemra ma shumë për këtë vend, se kom nis me ban këtë punë, se ka ban baba jem. Kur kom pas 5 vjet, mu ka dek baba 1988, kom pas 5 vjet, edhe ajo është kënë super këto, në këtë building. Edhe, unë qërë se kom nis këtë punë, më vjes që jom afrua ma shumë me ta, me babën tem, me ditë, ku ka ecë, qëfar punë ka ban, edhe që tash unë jom ka ban atë punë. Dhe më duket, s'ka gja ma amel, se me ken afër babës që ashtë, o nanës, o familjes, se kanë ban qatë punë, se shumë shqiptarët kanë ardhë këto, edhe janë nisë me ken super. Unë jam Afrim Gjambalaj, shqiptar prej Malit Ziz, jam lind e rrit këto në Amerikë, në Brooklyn, New York, edhe nuk jam veç super, edhe jam artist, aktar, shkrimtar, edhe kom lujt në shumë filmet, kom bo dramë në New York, edhe në Buffalo, New York. Unë jam ma shumë se super. Jeta si artist edhe super, duhet njëri me këshirë sahatin, me ditë ku me ladrua, ku me shkua, me lexua tekstin, me fshi bërlog. Dhe gjithmonë numër 1 për mua është me ken artist. Me thonë dikush, a do me ba një film o me ken me for shqip, kisha me thonë po. Ka hinë zemër me ken aktar, kur jom ken shumë më ri, 4-5 vjetë. Në s'muni me nalë prej këtë, se kom dhanë sa vjetë jetës teme, kom dhanë për këtë punë me ken artist, aktar. Edhe s'muni me nalë, se qatë punë më thret me ba, it calls me, you know?